as kush as si Krishti. Por të gjithë kemi mundësi për me ngjarë më shumë ngjashën që ka mundësi. E nuk as pak, sepse tregon se jeta krishtere është një dinamizëm, është një ecje progresive, se Zoti nuk kërkon më shumë se forcat që kemi e mundësitë që kemi. Se kryesor është fati jo që jemi në fund e rrugës, por që Zoti na gjen duke ecë në rrugën. Atë kuptoni sa rëndësishme atë fati se për shembull veprat e apostujve ku flet për feje krishterë, flet për udhë ose për rruga, nuk flet për doktrina, nuk flet për ligji, po udhë. Ne jemi në lëvizje. E pikë e fundit e lëvizje është Jezu Krishti, në të cili më shumë na afrojnë e më shumë jemi të lumtur. Më shumë e kemi në ne ta 8 lumturit, 8 është numri për diçka i përkryer nga ana hyjnore, që realizon një jetën e pasosur, do me thënë, realizon mbretëria e qejve ose mbretëria e hyjt, që tani mes nesh.